Memo! Fatma, përgatituni, po vinë. Hajde, vajza, mos rini. Shpejtoni pak edhe me atë sallatën. Ulerua Bekiri janë duke ardhur. Hajri e ti si dhe Rakim për zoti Mamutin. Bëuni gati, vajza, hajde, vajza. Bisedimet kaluan me sukses. Nuk është faji im. Tërë ditën nuk ka ardhur Ryma. Pse nuk kesh ti akull? Ai zotri Semen mbrëme ka harxuar tërë akullin. Ka pirë shumë faj shokëve të tij. E tepruan pak si shumë. Kërkova akull tek fqinjet, por askush nuk ishte. Shkova deri te fabrika, por jo më larg. Çdo të bëhet nëse zoti Mahmuti kërkon akull? Zotria këto ditë është gjysmë i vdekur. Vetë le ti tregoje babait pse është rëkia e ngrohtë. Nuk e kishte patjetër të shkoj. Thonë se Amerika është në anën tjetër të botës. Apo jo Diçlet, ti ashtu më the. Dëgjoj zonjë, nëse filloni këtu të groponi, do të arrini në borën e shkollës së vëlla Semenit. Do të ishte mirë të kishte qëndruar këtu, por edhe ajo është shkolla e jetës. Mendoni se do të na dëgjoj? Kanë mbetur edhe 3 muaj. I ka thënë babait se dëshiron të mësoj, edhe pse ai nuk deshi ta lë. Por nuk do të përzijem aty. Hajde, nuk është mirë të ndërhyjet në mes të atyre, përgatituni, ju do të vinë çdo moment. Thonë se gjithmonë duhet të përmblidhesh para se të agoj dielli. Mendon se dielli mund të jetë kaq i bukur atje, djali im? Atje nuk kemi kështu dielli, baba. Ti vetëm luaj me mua. Tregoju atyre amerikanëve të pasur, le të vinë këtu dhe le të shohin agimin e diellit, të shohin se ç'është diell. Apo jo, Bekir, tregoj këtij. Po, aga, le të vinë t'i shohin hotelet tona. Vite, për çdo ditë mendoj në këtë balkon me agimin e diellit. Nuk do të harroj isha shtatzën me Sejmenin. Nuk do të harroj. Pak para lindjes hyra në dhomë dhe fillova të qaj. Eja, zonja Zymbil, shpejto pak. Dielli po agon ty për të pret. Tregoju kolegëve në Amerikë se si agon dielli janë. Kjo do të jetë një ndryshim i madh për ato. Sigur unë nuk e di, baba. Pse ma thua këtë? Jam i lodhur bir. Edhe ktheu dhe udhëhiqe konakun. Më beso edhe mua më nevojitet pushim. Shiko, mos u mundo me Sejhanin. Duhet të zhvillohemi dhe të modernizohemi. Eja puno, bëj çfarë të duash. Ke mësuar mjaftueshëm. Lere diplomën të qëndrojnë në mur dhe ktheu punës bir. Rakia do të ngrohet, baba. Hajde, jalosh jepi veturës. Zonja Zymbyl tani është duke na pritur në hyrje të shtëpisë. Nga dal me metesh, e kopen. Ku është bariu? Baba të i rrinë vetur. Mos ta lëm të pres zonja Zymbyl shumë.
Që janë këto dhënë këtu, hiqni për këtu. Baba! Baba! Ja vlla! Kujdes! Ma jep! Zoti Sejmen, hyrë në vetur! Mos lejoni që të ik! Thirë ambulancën! Ju lutem, më sillni telefonin. Alo, lajmëron nga Lugina Gjondes. Ju lutem një ambulancë. Nga Konaku. Shpejto pak! Beker këve! E do të gjallë! Kabini mos ju ik! Nga dal, Qen, nga dal! mos lëviz! Mos lëviz, ore! E këtu! E jo këtu! Qen! Maje! Sana nasıl kıydılar ha? Ngushëllime. Ngushëllime. Nën, e sollën baban. Le ta dërgojnë në dhomë. Nën! Hesht, mos lejo që armiku ynë të të sheh duke qarë. Derisa nuk e gjejmë fajtorin, nuk duhet të shok lot në sytë askujt. Kanë të një lajm nga vllaujt. Jo, ka shkuar me Bekirin, pas atyre që kanë shtënë me armë. Ende nuk u lajmëruan.
Është e pabesueshme se si e kanë pranuar Osman Hamzaullun. Tani edhe nëse familja është e detyruar të bëjë diçka, Çfarë mund bëjnë, ë? Ç'është ajo fjalë? Ai është babai i mbesës së tyre. Tani ata janë familje. hajde mos fol gjepura. Askush më mirë se unë nuk e njeh zonjën e këtij konakut. Çdo kë mund ta coptoj edhe me mishin e tyre, ti ushqej qenë vet. Mos gabo të gënjej fytyra e saj e bukur. Mos gabo. Çka kanë bërë ato zotëri, çka kanë bërë? Unë harrova se çfarë duhet të bëja. Ktheu punës tënde dhe tregoj zonjës që jemi këtu. Do t'i tregoj, por ende është shumë në ndikimin e sedativeve. Nuk e di a do të më kuptoj. Ta pik këtë çajin, do shkoj lart. Mere haje këtë. Ak. Mos Bekir kireme. Hamzaullu e bëri këtë, nuk ka kthim prapa. Të presim, endes jemi të sigurt. Të më lejoni gjysmore me atë të poshtër, tani do ta kishim kuptuar. Ej, Ak, mos na pret zonja Zimbyl. Ngushllime. Faleminderit. Tani ti do të marrësh vendin e babait tënd. Për njerëzit e tu. Për tokën tënde. Për pasardhësit e tu. Shpresoj ti edukosh siç duhet. Do ta bëj nën. Do ta bëj. Si detyruat të qenin Hamzaullu të flas? Jeni të qetë, zonjë. U mundohem tër natën, por kot, nuk gjetëm asgjë. Qeni Hamzaullu nuk do të tregoj asgjë. Tani unë do të flas me të. Nuk jemi të sigurt, nën. Të presim. Nuk kam kohë të pres. Nëse nuk e gjeni vrasësin e babait. Nëse nuk e gjeni vrasësin e vërtet, me çfarë fytyre do të varrosni ata? Më pritni në vetur. Të marrë diçka dhe shkojmë.
Ai poshtër nuk do të letë të gjallë. Më thuaj çfarë di për Hamza Ollun. Nuk do të vras vetëm ty, por edhe familjen tënde, një nga një. Shiko birë, duhet vetëm t'i thuash policisë se të kanë detyruar me dhunë. Ta dhanë armën, të kanë kërcënuar për shkak të borxhit. Nga frika i detyruar të bësh këtë. Ai do më vras mua. Lëre Bekir, mos e lodh veten. Do ta lëm këtu. Si të qoftë mendojmë se ka ikur. Do ta mbajmë këtu të mbyllur. Bekiri për çdo ditë të sjell këtu lajme. Me duart e mia do të dërgojmë polici. Nëse nuk tregon asgjë, atje do të tregosh gjithçka. Më kuptove? 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 A më kuptove 100? Dalu birë, në rregull, në rregull. Dëgjoj birë. Nëse do të flasësh, ne do të kujdesemi për ty. Do të japim edhe para, fëmijët e tu do të shkollohen, do të kujdesemi për to derisa të jenë gjallë. Do të kalojmë më të rëndësishmen, do të ulet dënimi, përdore mendjen. Nuk do të më lë të gjallë në burg. Ti mos u brengos për ata. Ne do të mbrojmë. Hajde të shkojmë. Po shkojmë. Mendoj e mirë këtë punë. Mos e harro familjen tënde. E jeni të shkojmë. Pritni këtu. Nën! Askush nuk e dinte se jemi këtu. Mallkuar qoftë, kush e dinte, askush. Derisa dilnim e pash Dilarën dhe burrin e saj. Të gjithë në konak e dinin se jemi duke i kërkuar. Osmani më pyeti a mund të të ndihmoj disi. Jo, i thash se do të më ndihmoj Sejmeni. E kisha pa tjetër të ndaloja. I thash ri në shtëpi, kanë nevoj për ty. Mos, nën, dhëndre është njeri i mirë. Çka nëse gabon? A nuk është edhe ai Hamza Ullu? Gjithçka u bë për hir të pajtimit. Ja, pra pajtimi. Babai yt e paguaj ti me jetë këtë pajtim. Motra ime e do atë. Kjo është e tëra. Në rregull, nën. Çfarë dëshiron të bëj? Kjo nuk është puna yte, birë. Ti do t'i kthesh studimeve. Ne do e bëjmë atë që duhet. Alo, si e nën? Je duke pirë çaj me vajzët? Vetëm vazhdoni. Nuk kemi punë tjetër. Jo, nuk thash asgjë, ju bëft mirë. Vetëm desha ta dëgjoj zërin. Jo, nuk do të them me njëherë. Do të tregoj vetëm nëse më përgatit Malçini në zgar kur të vi. Por nuk guzon të thuash vajzëve ta përgatisin. Dua ta përgatisësh me duart e tua. Mund të shkosh, unë të të rridhe edhe pak. Faleminderit. Po, e në shkruajtëm. Tani sa dole. Pas 3 muajsh as ti nuk do e njohësh fabrikën. Nën më në fund të realizua ëndra e babait. Tani kemi një fabrik moderne. Mos, zonja Zimbil, mos qaj. Do të hidhërohem. Në rregull, në rregull. Do të shëtis pak. Heshte vajzën tënde, çfarë dëshiron ajo? Në rregull, në rregull. Është pak e shtrenjtë, por do t'ja marr. Do t'ju informoj kur ta marr biletën.
Ti po duar, zonja Zimbyl. Puthi të gjitha vajzat e konakut. Ashtu. Për mua, hajt, miropafshim. Tung. Mirë nan, mbyllë tani. Haj, gjithë mirat, fala. Do të shihemi së shpejti nan. Hajt. I know everybody that you interact with on a daily basis. Yeah, you do. You don't even drink. don't. Girl, I'm not talking about this out here. Let's go inside. We're going to have a drink and we'll talk about it. Let's go. Inside. You're not going to go anywhere. Take a seat. Have a seat. One coffee, please. What you're going to do is you're going to tell this guy what you want. You're going to tell this guy what you want to drink now. I don't want to drink anything. I want you to tell this guy you want a glass of red wine. Këtë lloj të njerëzve mund t'i vras pa menduar. Stop this. This is so stupid. Të shohim çfarë do të bëj. Çfarë do bëj? Do të ulet dhe do t'i dëgjoj gënjeshtrat e tij, sigurisht. Shikoj atë njerin aty. Shiko si është duke na shikuar. Sigurisht është italian. Tani do të na dëgjoj. Ha, nuk është shqiptar që të na kuptoj. Çka nëse është turp i madh? Talk about it later. We're not going to talk about it later. We're going to sit here quietly and have a drink. Wine, remember? Okay, you'll get your wine. Glass of red wine, please. Vajza u dorëzua. Duhet t'i jepte një shuplak dhe të shkonte. Por jo, gratë nuk mëson kurrë. Kush e di, ndoshta kur të dalin nga këtu do të fillojnë të puthen. E pabesueshme. E detyroj të ulet, por kjo nuk flet asgjë. Kjo nuk është normale. Nuk më besohet. Kjo quhet dashuri, Bahar. Çfarë dashurie? Kjo është robërim. Unë mendoj se këtu mashkulli është rob. Sigurisht se të gjithë meshkujt ju jeni njësoj. Ju gjithmonë mendoni se keni të drejtë dhe normal se do të silleni kështu me neve. Dhe prandaj ndodh kështu me ne. Unë nuk shoh ndonjë presion këtu. Ky njeri këtu vetëm përpiqet ta shpëtojë lidhjen mes tyre. Kaq. Bahar, njeriu është sigurisht, por gjithmonë duhet të kemi mirë kuptim për meshkujt. Të kemi kujdes të mos i lëndojmë, të mos i nervozojmë, sigurisht. Kjo është diçka tjetër. Këta dy nuk duan ta humbasin njëri tjetrin. Në rregull, këtë nuk e shihni ju, nuk e shihni jetën siç duhet. Kush e di? Ndoshta për atë sepse jeni të vetmuara. Prit pak të pyes diçka. Pse ju meshkujt gjithmonë ndryshoni temën kur nuk ju pëlqen? Dhe pse silleni kështu me femrat? Edhe unë dua të pyes diçka. Po? Pse vajzat gjithmonë nervozohen kur ju thua se janë të vetmuara? Sikur dikush dëshiron t'ju alëndoj familjen ose diçka të ngjajshme. Ti mos e përzi, kujdesu për dashurën tënde. Së pari gratë që reagojnë në këtë mënyrë nuk janë gjithmonë të vetmuara. Këtë duhet ta dini ju. Çuba dujgu, çuba. Njeriu është shqiptar. Po, është shqiptar. Unë nuk jam e vetëdijshme se tërkohën po flas në gjuhën shqipe. Nuk e kam hetuar. Unë e vërejta, por nuk kam menduar se është aq e rëndësishme. Mu duke interesante. Thash me veten, ky mund të jetë diskutim interesant. Unë jam Semeni. Bahari. Unë jam Askushi. Këtë radhë do afal, zonja Dygu. Por nuk duhet të flisni për njeri para se t'ja shikni pasaportën. Unë nuk do të flas më kurrë. Të paktën të mos kishe folur. Mos bëni ashtu. Tani nuk mund të aftoj për darkë zonjën që është nervoze. Vetëm desha të bisedoj me ju. Se mora vesh si se kuptuat ju. Shumë ju falenderoj, por duhet të shkojmë. Por ende është herët, Bahar. Dujgu, duhet patjetër ta mbaroj fotografina, nuk e din. Shumë të falenderoj për ftesën, por sot duhet të punoj. Ndoshta në një ditë tjetër.
Nesër në mbrëmje? Po, do të ishte shumë mirë nesër në mbrëmje. Ashtu, mendoj se do të ishte mirë. Po, do të ishte mirë. Kam rregulluar gjithçka unë. Si ashtu? Në rregull. Ky është numri ynë. Hej, Dujgu pra. Ju faleminderit për gjithçka. Biseda me ju ishte gjithçka që ndodhi ishte kënaqësi për mua. Gjithashtu. Edhe për mua. Jo, sigurisht nuk është student. Mua më duke si biznismen. Nuk është nga Stambolli? Nuk është as nga New Yorku. Është italian, me sigurisht. Budallaqe. Tani për shkak të patjetër duhet të shkojmë në darkë me të. Nëse të thërret nesër, atëherë do të vendosësh nëse do të shkosh apo jo, kaq. Po, ashtu do ta bëj. Sigurisht, nëse të thërret. Mendon se nuk do të lajmërohet? Nuk e di. Ndoshta lajmërohet. Ja, e erdhi. Ajde, Daja Orhan, të përshëndes. T'ja jap telefonin. Të fala gjithve. Miru pafshim, babait. Shpirt? Si e Shpirt? Baba edhe ashtu do të vim për festat e ardhshme. Edhe ti mua më mungon shumë. Baba, motra si është? Do me thanë kollitet ende shumë. Motër? Si e? Si është dhëndri? A prap jeni në Stamboll, a? Përshëndete shumë atë. Motër, baba ende kollitet shumë, me zi biseduam. Mirë është apo jo? Mos, motër, mos fillo prap, t'lutem. Të thash një herë. Është ftohur e të rësh kjo. Në rregull. Sa këngulse që është. I thash që jam mirë. Pasi që jashtë shumë shqetësohet për mua, le të kthehet në shtëpi. E dëgjove se ç'thot babai. Nëse shqetësohesh, ka shumë eja në shtëpi. Sigurisht, Shpirt, e di. Hajde ti kujdesu për veten. Mëso mirë atje, në rregull? Shihemi së shpejti, motër. Në rregull, Shpirt, do t'i them. Çfarë kemi sot? Pse po pyet? Si mendon pse po pyes? Dujgu, si duket nuk e ke pirë ilaçin. Çdo të thot pse po pyes. Nuk di se çfarë dëshiron të dish. Dua të di si je, a je mirë? Kaq. Nëse nuk je më konkrete, nuk e di se si të përgjigjem. E pse duhet të di më shumë? Ai, çfarë është ajo që duhet të pyes Dujgu? Për shembull, kush na ka thirrur? A nuk u lajmërua? Kush? Italiani yt. Italiani im? Nuk u lajmërua, por tani lajmërohet. Ti lajmëro? Jo, ti lajmëro dhe thua atë që duhet ta thuash. Ja, hajde. Alo, përshëndetje, jam Semeni. Hajde. Alo, Bahar? Alo. Përshëndetje, unë jam Semeni. E zotni Sejman? Po, më haruat më njëherë. Po, më kujtohet. Mbrëm, desha të dilni në darkë me ne, apo jo, tani... Po... Zoti Sejmen? Unë jam Dujgu. Përshëndetje. Unë dhe Bahari tani sa thamë pse vallë nuk u lajmërua ky. Desha të thras mbrëm pasi që unë dam, por u mërzita pak, por tani jam në disponimin tuaj. O zot. Do të thosë se aq shumë u impresionuat me ne. Në ju? Në mua, në fakt, mendova për Baharin.
Zotri Semen, Dujgu me plot dëshirë do të dalë në darkë me ju. Mund ta thrasësh në çfarëdo kohë. Të lutem. Bahar, më keq kuptove, kjo darkë është për ty. Po nëse Dujgu dëshiron, mund të na bashkangjitet. Në orën 19. Në rregull, do të jemi gati në atë kohë. Dujgu, të shkoj në darkë me ta, që thua ti? Ç'mund të ndodh? Edhe ashtu është vetëm një darkë. Do të rrim një orë? Sigurisht. Nuk është ashtu? Sigurisht. O Zot, unë kam punë. Edhe 10 ditë kanë mbetur deri në ekspozit. Ç'të bëj tani? Dujgu, ti pse edhe numrin e telefonit atij njeriu pra tani? Bahar, ti me të vërtet je dashuruar në atë njeri? Jo. Po? Jo. Po? Dujgu, mos qesh. Vetëm desha të bisedoj në lidhje me atë çiftin që u grindën në lokal. Sigurisht. Unë mendoj se ai njeriu në atë lokalin, Dujgu, mos qesh. Në fakt duhet të hesht. Dua të hesht, por... Dujgu, më dhe mbarku shumë. Edhe tensioni më hipi shumë. Më ka marrë malli shumë për baban, Dujgu. Dujgu, ty nuk të intereson fare. Kam edhe temperaturë. Sa bukur që Do më thonë studioni për gazetari dhe multimedia. Pikërisht kjo i nevojitet Turqisë sot. Nuk e kam ndërmend të kthehem në velindje pasi të diplomoj. Në fakt dua të qëndroj këtu, por nuk e kam vendosur ende. Është mëkat për Turqinë të humbas një vajzë të shkathtë. Turqia ka nevojë për njerëz si ti. Edhe unë studioj gazetarin, por nuk e kam ndërmend të ri këtu. Më lejo të qelloj. Ju studioni modën. E tani, të shohim. Punë e bukur, e lidhur me hartë, ashtu diçka. Piktur. Ai, këta e vërejtet në dorën e saj, apo jo? Jo, ka ngjyrë në dorë. Nëse se ka lyer banesën, atëherë ka pikturuar. Po, bëj orë për piktur. Shiko, një artiste shqiptare në New York, të ngrem të lej për këtë. Pse s'dëshironi të mbeteni në New York, zonja Bahar? Këtu është zemra e artit. Po, por unë zemrën këtu nuk e kam. Nëse ashtu, atëherë është në Firenze. Nga e dini këtë? Firenca është qyteti i preferuar i Baharit. Mendoj se duhet ta vizitoni. Ai qytet më fascinon, është i mrekullueshëm. Është shumë magjepsës, i veçantë. A ka edhe ndonjë arsye tjetër që një mashkull të jetë aq i magjepsur me atë qytet? Çfarë mbresa keni për Firencën? Dujgu, më së bëj aq kurioztare. Pse të intereson jeta e atij private? Sonte je friksuar, nuk je i dhëruar. Dujgu, si mund të jetosh në një shtëpi me të? Për hir të Zotit. Më mirë të hesht. Kur flas po gaboj. Në fakt unë e pyes veten se si mund dikush t'i duroj hajgaret e tuaja. Sigurisht nëse ekziston një njeri i tillë. Çfarë është kjo unas kështu? Është ndonjë simbol i haremit apo ndonjë vul? Është simbol i familjes. Simbol fisnor? Jo, simbol i familjes. Çdo herë ka dy unazë. Kjo është traditë. Dhëndet e nusës për dasmë i dhurojnë dy unazë. Kjo është njëra nga ato. Atëherë tjetrën e ka gruaja juaj? Kjo ishte unaza e babait. E trashëgova pas vdekjes. Ju nga cili qytet jeni? Orta Hisari. E ku gjendet ky qytet? Në Kapadokia. Aty është bukur, njëj sikur në Firenze. Nuk na treguat me çfarë merreni ju, zoti Semen? Me punë të lloj-llojshme. Për shembull? Me rrush, pemë, shumë punë të tjera.
Gjithkund, ku do shkoni, do ta gjeni emrin Karadak. Është gjithkund. Nesër mëngjes do të udhëtojmë me aeroplan. Të shkojmë? Ne menduam se ju jetoni këtu? Ishte më herët, derisa studioja. Mirë, por ju a vini shpesh këtu? Jo, duhet të vija për riorganizimin e fabrikës. Puna më e madhe është e lidhur me Stambollin, me lindjen e mesme, me Rusin. Me shumë kënaqësi do t'i mbaj mend këtë çast. Me shumë kënaqësi. Do më thënë me kënaqësi. Po, me shumë kënaqësi. Alo, nën? Mirë jam. Jam në balkon, po e shijoj mëngjesin. Mirë jam, mirë. Por kjo bukuria është diçka tjetër. Jo, akoma jam në New York. Nuk do të vij nesër, jo, ende kam punë këtu. Në rregull, mos u prengos. Si është Zelihaja? Dilara? Do të lajmëroj, mos u prengos. Alo? Bekir? Po, të dëgjoj. Çfarë thua? Prap Hamza Ollu. Nuk dua ti dëgjoj këto gjëra. Prap e ke kontrolluar ti? Kush? Hajdari? Hajdari. Do të thot Hajdari. How much? $12. A nuk të thash, e kanë burgosur? Mirë. Jo, pa ardhur unë mos dilni prej aty. Lërën polici, pas që aqë shumë i përqen të rri aty. Jo të thash se nuk duhet të dal. Mos bëni asgjë pa ardhur unë. Mos e voni nesër jam aty. Kujdesuni. Mos lejoni që as kush të luajë rolin e herojt. Thank you. Dujgu, mos haro ngjyrë të më blesh. Në rregull, nuk do të haroj. Alo? Patjetër duhet ta vizatosh këtë ditë të bukur, nëse di të vizatosh. Alo, Semen? Mendova se e njeh zërin tim. Alo? Bahar? A je këtu? A nuk je në aeroplan? Ti nga e di se qarë dite e bukur është sot? Semen, për hir të Zotit, ku je ti? Pa dil shikon dritare? Ti i qmendur, me të vërtet i qmendur. Hej, nuk të dëgjoj, fol në telefon. Pse je ndë këtu, pse nuk e shkuar? Nuk ka lidhje, më priteja lartë. Po e ndalë. Jo, unë do të vi poshtë. A do të vishti lartë apo unë atje? Heja shpejt, jam i uritur, shumë i uritur. Në rregull. Nuk shkova. Mendova të hënë drekë së bashku. Çfarë ke, Bahar? Masja ta ka ngrënë gjuhën?
Është e çuditshme të shoh kështu të qetë. Mirje? Në rregull atëherë. Ç'të hajt? Dua me shqenjë. Shiko, kjo do të jetë e vështirë për ta gjetur. Mund ta vërtetoj më një herë, vetëm për sytë e tu. Madje në New York, nuk I kalova këtu kot se koti 5 vite. Sikur të kishe ndenjur edhe disa vite ta mbarosh shkollimin, pra? Atëherë të mundesh edhe të qëndrosh këtu. Pas vdekjes së babait tim, nuk ka kush ta mbajë unazën më. Vëllai është ende I ri. Gjithsesi, është e vështirë të kuptosh këtë. Pra të kuptoj, me të vërtet të kuptoj. Kurse unë nënën e humba. Nuk është vetëm kujdesi për familjen, Bahar. Unaza në familjen tonë ka edhe domethënie tjetër. Me kohë kam kuptuar se nuk dua të shikoj agimin e diellit askund përveç në konakun tonë. Unaz me Hardhi Rushi. Shtëpi me Hardhi Rushi. Si duket Hardhia Rushit është shumë e rëndësishme për familjen tënde. Hardhia e Rushit të thot përparim dhe fat. Kur është martuar babai im, e ka fituar si dhuratë martese, e nëna e ka mbuluar të shtëpinë me Hardhi Rushi. Sigurisht e kupton, ka ndjekur traditën. Pas martesës, nëna ime është bërë zonja e konakut, akoma është zonja e konakut. Ja pra në këtë qytet, ku të gjithë duken të njëjtë, kjo për mua tingëllon si një përralla. Nuk është mirë aq shumë ta planifikosh ardhmërinë, apo jo? Edhe ne mund të rënohemi sikur këto kullat. Nesër në mëngjes mund të rëzohet aeroplani yt për Stamboll edhe ti mund të vdesësh. Edhe një surprizë e mrekullueshme është. Faleminderit. Shumë faleminderit, nuk di çfarë të them. Shumë lehtë është një mashkull të gëzojë ty. Në fakt është edhe e rëndë. Pse është e rëndë? Për atë sepse nuk ju beson njerëzve. Ti gjithçka sheh vetëm për të keq. Si ju beson njerëzve. Jo, nuk është ashtu. Unë vetëm ndesha... Kur nuk kam qenë e tillë. Si të besoj ty me njëherë? Sepse jemi ndryshe. E kuptova këtë me njëherë kur të pash. Edhe unë të kuptova. Mendoj, ne folëm në lidhje me atë çifti, ndërsa për ne as pak nuk kemi biseduar. Ndjenje e çuditshme. Sikur ne njihemi nga diku. Sikur dy vetë që grinden, nuk duan të humbasin njëri tjetrin, pra. E di, nuk ishe hidhëruar me mua. Bërtisje nuk jam hidhëruar. E di,
Ishte kënaqësi të shihje të hidhur. Mundja të të dëgjoja me orë të tëra, nuk desha të humbas asgjë. Një minutë. Thuaj Bekir Shuba. Çfarë të thash ty? Pse s'më dëgjova të herë, ha? Si mendon s'mund ta ndalësh? Sorry. Të flasim më vonë, Bekir. Në rregull. Are you okay? Se men lëshoja gjithçka është në rregull. Ti mos u përzi. Nuk ndodhi asgjë. Mos është të borë yt ky, ha? Se men pse e bën këtë? Mi jep pusët e patinazhit. Mi jep këpucët e patinazhit. Të thash të mi japësh këpucët. Me sot i ngasësh. Dhe shiko ku shkon, ku hec. I marr. Se men lëshoje. Lëshoje njeriu kërkoj falje. Askush nuk do të lëndoj, mos u frikso eja. Eja këtu. Në rregull, më fal. U friksova se të ka lënduar. Ti si njeh njerëzit këtu. Mendojnë se bota është e tyre. Nuk dëshiron të vish? Në rregull, si të duash. Shkoa për të ndarë. As pak nuk I dua ndarjet. Në rregull, atëherë të mos përshëndetemi. Drejshje Mart. Ku ishe ti moj? Edhe pak do të thërrisja policin. Të thira në celular, por e kishe lënë në shtëpi? U sëmura nga brenga. Duhet të pikturosh si e marr, por ti nuk je askun, u zhduke. Më kishe lënë një letër, kam një takim të rëndësishëm, mos u brengos. Si mos të brengosem? Bahar mirje, do të ishte mirë të më tregosh gjithçka, që mos të vras. Me Semenin isha? Me zotrion ton, a nuk shkoj sot? A nuk duhet të shkonte në mëngjes? Nuk shkoj. Çu bë? Ja, dujgu.